E tani shikues të dashur, jemi rikthyer prapë në studio, siç e përmenda edhe në fillim, kemi një bisedë dhe sot kemi kënaqësinë të kemi në studio edhe musafir profesor doktor Isak Shemen, një profesor studiues dhe autori shumë veprave në fushën e letërsisë shqipe dhe kulturës shqiptare. Me profesorin sot do të bisedojmë për jetën e tij, rrugtimin akademik, veprat e botuara dhe kontributin e tij shumë vjeçar në arsim dhe studimet shqiptare. Profesor, faleminderit shumë që je sot këtu me ne dhe mirë se vini në emisionin tonë. Ju faleminderit. Prof, tregona pak fillimisht për rrugtimin tuaj dhe tregona pak se si ka nisur ideja dhe pëlqimi për me fillu në këtë profesion. Unë jam I lindur në fshatin Begunës të komunës së Vitis me 10 shkurt 1920. Dhe atëherë fëmiria ka qenë shumë e vështirë, kohë lufte, e pas luftës në vitin 1926, unë kam filluar mësimet në shkollën fillore, tani në shkollën progjimnaz, si ka qenë atëherë, më tutje kam qenë zanës I shkollës normale të Prishtinës, studenti I fakultetit filozofik të Prishtinës në vitin 1960 ndër studentët e parë dhe tani mësimdhënës po I fakultetit filozofik në vitin 1968. Që nga atëherë jo vetëm kam vazhduar studimet, por edhe angazhimet arsimore, kulturore, shkencore. Jam ndër ata mësimdhënës të brezit më të hershëm dhe ndjej kënaqësinë se kam pasur shumë student, shumë breza të studentëve dhe të gjithë ata janë shkrimtar, profesor, njerëz të shquar të shkencës, të arsimit, në fushat të tjera të veprimtarisë dhe në moshën 86 vjeçare, sot, për fat të mirë vazhdoj punën me angazhimet profesionale, me botime, me angazhime shkencore, qoftë në Kosovë, në Shqipëri, edhe jashtë Shqipërisë. Kam botuar shumë punime, vepra të shumta, dhe çka është e rëndësishme, të gjitha shkrimet e mia që nga viti 1960 I kam ruajtur në jo vetëm të shkruara, po dhe në kompjuter kështu në forma të ndryshme dhe I përdor në mënyrë shumë të lehtë. Tani vazhdoj një projekt tjetër, pas të gjitha këtyre jam interesuar që ta vazhdoj kontributin tim jo vetëm si intelektual, por edhe si njëri ndër njerëzit e arsimit, të kulturës dhe të shkencës shqiptare të albanologjisë. Prof, tregon pak se ti e përmendë se je punësuar dhe tregon pak se ka qenë e vështirë ajo pjesë për mu punësu në atë kohë. Atëherë me vështirësi shumë të mëdha janë hapur fakultetet e para në kuadër të Universitetit të Beogradit. Tani unë kam pasur fatin të jem shumë në këto qendrat e ndryshme në Evropë, në biblioteka, në universitete, edhe pastaj kam kryer të gjitha ato kualifikime dhe si I tillë jam pranuar në fakultetin e parë të Kosovës, në fakultetin filozofik, në degën e gjuhës dhe të letërsisë shqipe. Atëherë kam realizuar programin si asistent në fillim, po ma vonë si mësimdhënës, programin
letërsi bashkëkohore shqipe për herë të parë si program i përgjithshëm. Në atë kohë gjuha shqipe nuk ka qenë gjuha zyrtare, çdo gjë është përdorur në gjuhën serbo-kroate, edhe notën në mësime, në studime, profesori Drizajeti e ka shkruar me shkrim në gjuhën serbo-kroate. Çdo dokument, diplomat e tjera është dashur, pra me angazhime të jashtëzakonshme të bëhen ndryshime, gjuha shqipe të përhapet dhe në studimet universitare si gjuhë studimi, si gjuhë mësimi, dhe pasaj kam qenë i pranishëm edhe në kuvendin e themelimit të Universitetit të Prishtinës në vitin 1970. Ne I kemi këtu disa prej botimeve tua, por këto janë të pakta që ti ke punuar për to. Tregon pak se so ka qenë e vështirë me ardhur deri te këto. Interesimi së pari për lexim, për studim, por edhe për krijim. Të njerëzit është diçka e jashtëzakonshme, edhe njeriu kur kalon një kohë të gjatë në punën kërkimore, shkencore, I duket si ka qenë e mundshme të realizohet një opus I tillë. E tash kjo varësisht nga vullneti, nga përkushtimi, nga dëshira që jo vetëm njeriu të fitoj diturinë edhe të përgatitet në aspektin shkencor, por edhe ta jap atë, ta përcjell atë në mënyrë shumë të natyrshme të brezat e tjerë. Unë jam shumë I gëzuar sot që brezi I ri, edhe pse bëhen vrejtje të ndryshme, brezi I ri është shumë I përgatitur, sepse çdo brez e ka kohën e vetë. Brezi I ri I çon proceset përpara, edhe të duket se nuk janë ato fort rregullta, por kjo është vetëm kështu pas një analize studimore, shihet se ajo është diçka e posaçme, edhe për ta krahasuar, sepse kur ne kemi studiuar në vitet 60, nuk ka pasur botime, nuk ka pasur libra shumë, nuk ka pasur literaturë, veçanërisht në fushën e elmenologjisë është e nevojshme. Pastaj me bashkëpunimin jashtëzakonshëm të frytshëm të Universitetit Prishtinës me Universitetin e Tiranës, është arritur që të zgjerohet kjo veprimtari, të thellohet, mbështetet. Në anën tjetër, këto mjetet e informimit kanë luajtur rol shumë të madh e ne kemi qenë, domethënë në një farë mënyrë pjesëmarrës aktiv, jo vetëm në universitet, edhe në radio, në televizion, edhe të gjitha këto kanë pasur rol të madh. Domethënë, secili brez e jep kontributin e vet, tjetri brez e çon procesin më tutje. Ne tani kemi një hapësirë të jashtëzakonshme, kulturore, arsimore, shkencore, jo vetëm në botën shqiptare, në përgjithësi, por edhe në kolonitë shqiptare, në diasporën shqiptare, në mërgatën shqiptare, është kjo një forcë jashtëzakonshme që e çon procesin e studimeve, të mësimdhënies, të botimeve, të veprimtarive të tjera, e çon jashtë atij vizioni që ne e kishim ëndrruar edhe më përpara. Prandaj këtu, në bazë të kërkesës suaj, unë kam paraqitur vetëm disa botime që mua më duken të rëndësishme. Për shembull, një botim është I kushtuar
profesor Latif Berishës, cilin gjelatët sërbe kanë vrarë në Mitrovic me 24 mars të vitit 1999, përballë aty afër është Kadare, për cilin unë kam shkruar punime, veprën e veçantë, fajkonicën, pastaj Josip Relin, monografin për Josip Relin. Josip Rela i përket armëneshve të Zarës, ata tani në këtë vit festojnë 300 vjetorin e shpërnguljes e vendosjes në Zarë. Pastaj librin Identitete letrare në 2 vëllime, ose librin tjetër për konferencën shkencore që është kushtuar profesorit Drizajetit, dhe tjetrin një botim interesant të revistës Ilirikum, ku kemi përsëri akademik i Drizajetin. Në skaj fare është një projekt i ri me titullin Historie shkurtër e letërsisë shqipe me studimet e mia për letërsinë e traditës është vëllimi i parë, ndërsa vëllimi i dytë është për letërsinë bashkëkohore shqipe, gjithashtu me studimet e mia, sepse historia e letërsisë është një projekt i jashtëzakonshëm, vetëm me kontributin e të gjithë studiuzëve arrihet të realizohet një projekt i madh, i cili ende nuk është realizuar, por që në të ardhmen do të realizohet. Profesor, unë duke i lexuar artikujt tuaj, kam parë edhe veprën e tuaj e të parë më të rëndësishme që quhet Aspektet e letërsisë, që është botuar në vitin 1985. Por tregom se çfarë rëndësie ka kjo vepër në rrugtimin tuaj shkencor. Unë pata filluar me punime që në vitin 1960. Edhe disa inserte janë edhe në dorëshkrim. Ky është ai libri që përmbledh në fillim një sintezë të asaj se cilat janë aspektet e letërsisë shqipe në fushën e teorisë e letërsisë, të historisë e letërsisë, edhe të kritikës letrare. Sepse në vitin 1974 unë e përfundova dorëshkrimin për botim të bibliografisë e letërsisë shqipe. Bashkëautor është Ibrahim Rugova, atëherë ka qenë si studenti imi, shumë i zelshëm, dhe ne në vitin 1976 e botuam bibliografin e parë të kritikës letrare shqiptare në tërësi, edhe letërsinë e traditës, edhe letërsinë bashkëkohore, në të gjitha viset që është krijuar nga shkrimtarët e të gjitha viseve shqiptare, edhe të arbrezhve, të armëneshve e tjera. Recensionin për këtë libër të pare ka bërë studiusi i madh nga armëneshët e Zarës, profesor doktor Aleksandar Stipçević. Pra ne kemi shkuar qysh atëherë me kritere stabile, jo vetëm të bibliografisë, po të studimeve, dhe ky libri Aspektet e letërsisë hap horizont për studime të tjera të letërsisë, për aspekte ma sintezë të formimit të historisë e letërsisë, pastaj për vlerësimet letërsisë shqiptare, për procedimet të letërsisë, dhe më në fund për botimin e monografive letrare që janë kontributi madh për historinë e letërsisë, si që shihni këtu një sër monografish, dhe kjo vazhdon matutje me një botim tjetër që mban titullin në dorëshkrim takime
dhe biseda mbreslënëse me shkrimtarët shqiptarë, me shkrimtarët, albanologët më të njohur shqiptarë, duke filluar me Lazgush Poradetin, sepse unë në vitin 1970 tutje takohesha me Lazgush Poradetin, me profesor Qabejn në Tiranë, edhe studimet tona kanë qenë të vazhdueshme, por edhe me interes të veçantë. Tani, vetë se përmende për Arbreshët e Zarës, të regon pak se puna juaj për Arbreshët e Zarës është pjesë e rëndësishme veprimtarisë që bën deri më tani. Edhe pse është rëndësishme ruajtja e kësaj trashëgimie shqiptare dhe të regona se së fundmi jeni duke punuar për një artikull të tillë. Tani, që nga viti 1959 në një vizitë të parë në Arbreshët e Zarës, unë kam parë, të më thonë, njerëzit atje, kam njohur njerëz të shquar Arbnesh, të cilët kanë dhënë kontribut jo vetëm për kulturën shqiptare, por edhe janë emra të shquar në studimet shkencore në nivel të Kroacisë. Kështu që me takimi me Josip Relën, problemet për mësimin e gjuhës shqipe, për zhvillimin e letërsisë shqipe, krijimtarinë letrare të Dëshpalit, Josip Relës, të autorëve tjerë të Stipqeviqit, nuk e kanë njohur mirë as Arbneshët, por ne këtu nga Kosova, duke i botuar ato materiale, kontribut të madh kanë dhënë veçanërisht Esad Mikuli, edhe shumë emra të tjerë, profesori Drizajeti me atë monografin për gjuhën e Arbreshëve të Zarës, dhe tani unë prej atëherë jam kthyer kësaj teme, jo vetëm në planin e studimit të letërsisë, të kulturës, por edhe të zhvillimit, të mësimit, të plotësues në gjuhën shqipe. Kështu që nga vitet 2013 tutje, jam angazhuar plotësisht për zhvillimin e mësimit plotësues sipas konventës evropiane në Zarë, në qytetet të tjera, dhe veçanërisht në arsimin e mesëm sipas modelit C. Unë kam përgatitur planet, programet, por arsimtarët e tjerë, veçanërisht një profesor i shquar Veselekaj, aje ka realizuar këtë procesin e mësimit në shkollë. Ndërsa unë të ashtim e rastin e 300 vjetorit të Arbreshëve të Zarës, një numër e përgatis një numër të revistës Ilirikum, që është revist kulturore, shkencore, arsimore, që del në Zagreb edhe në Prishtinë, një numër e ka titullin 300 vjetori i Arbreshëve të Zarës, i shqiptarëve të Zarës, sepse këta shqiptarë të Zarës kanë shkuar në Zarë, quhen Arbnesh, por janë shqiptarë, edhe shqiptarët Arbreshët e Italisë, ata kanë qenë shqiptarë nga viset prej ka janë shpërngullur në Itali, po janë shqiptarët e Italisë. Gjua Arbreshe është gjua shqipe, e folmja e Arbreshëve të Zarës është gjuhë shqipe, dhe tani është fati madh që Arbreshët, dhe jo vetëm Arbreshët, por edhe fëmijët e mërgjimtarëve shqiptarë mësojnë jo vetëm gjuhën shqipe, por edhe kulturën shqiptare. Ju për atë që e përmendet, ne kemi një kopje që na ke pru këtu në emision, si do të jetë kopertina dhe faqet e para të artikullet, do më thonë faqja e parë do të jetë shqip. Po, kjo është kopertina, edhe faqja e parë është në gjuhën shqipe, tani është si faqja e dytë në kroatisht. Edhe frëngjisht do t'jetë, në mënyrë që të jetë
e kuptueshme rëndësia që ka veçanërisht ky përvjetor i rëndësishëm. E aty përfshihen materiale shumë të posaçme që e përjetësojnë veprimtarinë, jetën, veprimtarinë e armëlezëve të Zarës, por edhe është një mirënjohje për të gjithë ata të cilët këtë kulturë të armëlezëve të Zarës e kanë mbajtur, e kanë ruajtur veçanërisht në Kosovë, në Shqipëri, sepse që nga vitet 50, për shembull drama Nita e Josip Prelis është faqur në Prishtinë, në teatrin popullor, ose botimet në Jetën e re e tjera, dhe prej aty, si thush, është kultivuar kjo letërsi, është kultivuar gjuha, tash ka aq shumë botime, dhe prijetari të gjithë këtyre studimeve është akademik Aleksandar Stipjević, të cilin unë e kam pasur mik të ngushtë dhe kemi punuar bashkë për të njëjtin qëllim. Profesor, tregon pak se si e vlerësoni gjendjen e sotme në gjuhën shqipe dhe përdorimin e saj nga brezat e rinj. Po, kur flasim për letërsinë shqipe, letërsia shqipe tash është në një nivel të pakrahasueshëm me të gjitha periudat e mëparshme. Ajo është një letërsi që nivelizohet në planin e letërsisë botërore. Tash unë kam një studim për shembull për Deradën. Edhe Deradën e konsideroj se, me që thuhet se është shkrimtar kryesor, më i rëndësishëm i letërsisë arbëreshe, kjo qëndron, mirë po, ne mund të themi se Derada është i tillë sepse ka qenë shkrimtar eminent evropian. Mistrali jo rastësisht, shkrimtari freng i cili fitoi çmimin Nobel disa vjet ma vonë se e kishte njohur Deradën, i kishte shkruar Deradës se i madhi Derada atje e gjeta romantizmin evropian. E tash, për shembull Kadaren, me të cilën unë jam marrë shumë edhe që është figura qendrore e letërsisë shqipe bashkëkohore, ky është një shkrimtar botëror. Kjo, do me thonë, nuk kufizohet me këtë nëse themi shkrimtar shqiptar, po ky ka suaza vetëm të një autori që ka për masa të jashtëzakonshme, botimet e tij janë më shumë se në 53 gjuhë të botës. Kështu që ose Faik Konica, për shembull, është figura qendrore e kohës së romantizmit shqiptar, veçanërisht me Albaninë, por unë në këtë librin për Faik Konicën kam botuar një pjesë të materialeve të arkivit mbretëror në Bruksel, që unë i kam zbuluar edhe i kam prezentuar, në frëngjisht si që kanë qenë ato dokumente, ndërsa janë përkthyer në gjuhën frenge. Të mos flasim tani për librin Identitete letrare, sepse ky vëllim është në 2 vëllime, edhe përfshin një brendi, një përmbajtje me qindra faqe, edhe 1000 faqe të themi, se që lidhen me autorët shkrimtar. Aty prezentohet, do me thonë, rrjedha e zhvillimit bashkëkohor, të letërsisë bashkëkohore, po edhe traditës, sepse unë nuk jam shkëputur studimit, por as botimit të punimeve lidhur me letërsinë e traditës. Unë mendoj se studiusi i letërsisë shqipe, ai duhet ta ketë, si të thush, parasysh projektin e madh të letërsisë shqipe. Dhe si që është botuar fjallori i gjuhës shqipe sot, në disa vëllime,
në të ardhmen, përveç atij projekti për letërsinë e romantizmit që e ka botuar akademik Recep Qosja, tani duhet të botohet në shumë vëllime në shumë vëllime letërsia shqipe në të gjitha fazat, sipas një periudizimi që unë e kam në këto materialet e mia, një periudizim sipas shekujve letrar. Sepse nuk është e mundshme të bëhet periudizimi me copëzime të ndryshme sipas prezentimit të një autori apo të një grupi autorësh. Kështu që më bën përshtypje shumë të mirë, sepse në një konferencë shkencore që e ka mbajtur Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Armëneshët në Tiranë në nëntor të vitit 2005, një konferencë që i është kushtuar vetëm veprimtarisë sime. Aty kanë marrë pjesë shumë autor edhe kanë konstatuar në punimet e tyre këtë rrethon se kemi të bëjmë me një vazhdimsi të studimeve dhe të botimeve, dhe mund të themi me kënaqësi se këto botimet e mia janë përdorur shumë nga studiusit edhe nga studentët e universiteteve në Tiranë dhe në viset e tjera, sepse sjellin materiale shumë me interes. Dhe këte tani në këto studime e dëshmojnë vetë profesorët, autorët me cilët unë kam rujtur miqësinë, afërsinë dhe bashkëpunoj. Këtë bashkëpunim e kam sot me të gjithë studiusit në Kosovë, në viset të ndryshme, në universitetet shqiptare, në Maqedoni, në të gjitha qendrat e tjera, por edhe në përmasa të studimeve universitare, shkencore, në qendrat albanologjike të jashtme. Kështu që ky kontribut është me interes, sepse përhapet tash në kohën e këtyre publikimeve digjitale, informacioni përhapet në të gjitha anët e rruzullit. Kështu që kjo, me qenë se këto materiale janë në PDF, por edhe në literaturën elektronike, ajo është një gjë shumë pozitive që përhapën në mënyrë të jashtëzakonshme. Numri i shkrimtarëve cilët janë këtu është jashtëzakonisht i madh. Të mos flasim për shembull që e përmenda Deradën, por edhe autorët e tjerë, Naimin, shkrimtarët e tjerë, Kadare, Dritrua Gollin, Hivzi Sulejmanin, Esad Mikulin, Recep Qosjen, kritikën letrare, Jorgo Bulon, të gjithë autorët e tjerë të cilët janë të pranishëm në këtë mënyrë, edhe është një sinteze diturisë për letërsinë shqipe. Sigurisht kjo ka dhe suazat e veta me cilat vazhdohet veprimtaria studimore. Profesor, faleminderit shumë që ishit sot me ne, faleminderit shumë për të gjitha këto informacione dhe ne të përgëzojmë shumë që në këtë moshë je ende aktiv dhe nuk ndalesh duke punuar në profesionin që e ke filluar prej fillimeve të tua. Faleminderit shumë për kohën. Ju faleminderit dhe me këtë rast përshëndes të gjithë shikuesit, por edhe lezuesit dhe studiusit e letërsisë shqipe. Faleminderit shumë.